bashkëpunëtar, pjesëtar të familjeve, dëshmorëve, se i shëmbrar vëllau në shkatermën Jugoslave, është dëshmor Hakim Morina. Kemi kënaqësinë që jemi të ftuar nga organizata e veteranëve, nga sekretari i përgjithshëm Iko im i madh Beri Miktari. Jemi të nderuar pa diskutim, por ne shqiptarët e Kosovës nuk e kuptojmë këtë realitet që po e dëgjojmë unë dhe shoku im. Unë në moshën 27 vjeçare kam ardhur për herë të parë në Shqipëri në 9 qershor 1991 dhe kam ardhur në delegacion televizjes popullore të Kosovës për ta filluar luftën e armatosur kundër Serbisë pushtuse. Domethënë, në kohën kur ju në moshën e juaj keni kryer aksione vullnetare, kur e keni ndërtuar Shqipërinë, i keni tharë fleta, e keni bërë tokën bukë, sepse Shqipëria në kohë nuk ka pasur bukë, ne e dimë historikë. Ne kemi pas tjera ëndra, ne jemi angazhuar për diçka krejt tjetër. Tashi gjatë kohës sa ju këndoni, mua më mbushën sytë me lëtë. Ne, nënat tona, motrat tona, nuk e kanë pasur fatin e madh, ta kishin udhëhequr ndër Hoxhën dhe ato të ishin të lira, e të kishin prangat e zinxhirët të potur nga durë. Neve në kanë rënduar zakone prapanike, dhe mbi të gjitha në ka stunduar dhe në ka shkelur qismja pushtuese serbe. Ishte Shqipëria ajo që ishte fanar dhe ndriçues rrugën tonë dhe s'kishte rrugë tjetër. Ne nuk mund të kishim përfundim ndryshe, po sigur kishte është tash, të jemi të lirë e të pavarur një pjesë e territoreve ku kanë jetuar dhe jetojnë shqiptarët den pa den, por kjo është merite juaja para së gjithësh. Pa Shqipërinë, pa mbështetjen e juaj që na e keni dhënë gjithmonë në çdo porë të jetës tonë, ne nuk mund të ishim sot këtu në mesin e juaj. Unë sot e takova profesor Fatmir Zonaj, ne kemi qenë në takim të kaj rastësisht, dhe në mesin tonë ishte një shok që ai është i vrarë në shkollë, profesor letërsie, bashkë me bashkëshortën e tij. Të dy janë herojnë dhe kanë rënë përgjigje e Kosovës. Domethënë, realiteti është dramatikisht në mënyrë pozitive, sepse në të kaluarën ne për shembull kemi dëgjuar shumë për mjeshtrin e madh, Muntaz Rami që është këtu. Ky ka bërë shtatore shokut e ver të monumentit të pavarësisë. Po ka ardhur kjo kohë që kjo ka bërë edhe Adem Jashari në Drenicë. Ne jam shumë i sigurt që edhe doktor Ganiu është dakord me këtë që më them unë. Jam shumë i njohur edhe avokati i madh të jashtëzakonshëm, të cilit unë i uroj shëndet dhe sukses, edhe inshallah të ndodhë asnjë e keqe në këtë projekt të jashtëzakonshëm që jam të kaluar. Faleminderit për pritjen, për ndërimin që po na bëni, por mos harroni, ju jeni të parët dhe ne vim pas jush. Pa ju ne nuk